Po fajtori po dihet, ky zotnia Albin Kurti. Zdashti me zell Ibrahim Rugova u kon atëre jalla me 5-6% Ramush Haradinin e bani kryeministër. Vetë president këtina kryeministër. Këta ky s'po don, po don krejt me marr. E ashtu s'shkon. Qose kjetë edhe deputet, rregull është. A është i vetë një fajtori Albini apo do opozita? Valla opozita bëll pak. Këta ky krejt e ka organizuar krejt që tu një vjet vitin e kaluar 2025 janë një vjet na barikadoj. Pa qeveri, pak. Shpërndoj ke parë që unë pensionist jam, na jep këp ka 100 euro. Pse me na i dhon 100 euro? Me shtin prodhim ato. Studentëve kanë 100 euro, veç me fitu votat. Kur gjë tjetër hiç. Kush është fajtori sipas juve nëse mban zgjedhjet e reja? Opozita. Ndërsa partia më kushtat që është fajtori sipas juve? Allah, s'pa ka qa më bëja, se nështë ajo pak ka fajtora, më këta ma shumë. Se duhet me vëtu dikan. Ja vjollësën, ja laukun, duhet me vëtu. Njonin. Me zedh njonin. Kush është fajtori sipas? Fajtor është krejt puna që nuk e kem një Enver Hoxh. Faleminderit. Spari fajtori populli është, në zgjedhjet e fundit ka ndalë vetëm 35,7%. Unë e lusë qytetarët që në dalin mbi 86%. Qata që të fitojnë janë përfaqësues të popullit edhe të shtetit. Në këto momente, zgjedhjet që po do të më bëjë është Albin Kurti fajtor total. Total Albin Kurti, nuk ka mundësi këtë popull me majtë vjerë, as Serbia, as shkijet s'na kanë majtë kështu që ka përna monaj. Unë mendoj se duhet ky shtet të krijoj kushtet, 75% të ligjeve të një shtetit në Evropë nuk pja aprovojnë në Parlamentin e Kosovës. Që të thotë se edhe deputet nuk e përfaqësojnë popullin, po e përfaqësojnë familjen, fyhen, shahen në parlament. Ata janë përfaqësues të popullit, duhet të jenë nivelin të lartë si e përfaqësojnë popullin. Unë mendoj se Albin Kurti, qeveria Kurtit është patjetër duhet me dhënë dorëheqje edhe me shku zgjedhje të tjera. Edhe lusë qytetarët, Zotja ja u ka mundësu shëndetin edhe dilni votoni. Shteti ja u ka mundësit, votoni. Mos e nalni votën se populli pëson. A ka faj edhe opozita apo jo, që nuk patëm një president? Po, opozita është një ndër opozitat më të vështira të cilat e ka kriju ky popull. Një vjet nuk e qënë në dorën, po jo me votu, po kur është ligje, e merret deputeti imunitetin, duhet me ngrit dorën lartë, për po jo ose abstenim. Ata e abstenun edhe ky popull nuk i di ka do të shka më në tonë. Unë e mendoj se jena gjendje të vështirë.